Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin tonë Argument, kam kënaqësinë të kem ambasadorin Zef Mazi, autori këtij libri mjaft të veçantë, Kosova, lufta e heshtur, diplomacia e padukshme që ndryshoi lojën 1991-99. Shpeshherë ne që jemi jashtë diplomacisë, shohim vetëm pamjen e jashtme, nuk kuptojmë se ç'luhet në prapaskenë, sidomos kur bëhet fjalë për diplomacinë botërore. Dhe pikërisht, Zoti Zef Mazi ka sjellë në këtë libër këto prapaskena në një periudhë gati 30 vjeçare, në të cilën është marrë edhe ndër të tjera dhe me çështjen e Kosovës. Zoti Zef, mirë se erdhët. Për vendet e vegjël, shpeshherë ka një teori të veçantë që politika e jashtme ndryshon e vendeve të vegjël nga e vendeve të mëdhenj. Shqipëria dhe Kosova janë dy vende të vegjël. Në këtë mes roli i aleancave është më kryesor, besoj unë. Politika e jashtme në përgjithësi ndryshon si kur shtetet janë të vegjël, ashtu edhe kur shtetet janë të mëdhenj. Shpesh ndryshimet janë pjesë e një kuadri më të gjerë gjeopolitik që ndikon në periudhat caktuara se në çfarë drejtimi mund të qëndrojë ose të lëvizë pak ose më shumë politika e jashtme e një shteti. Kështu që politika e jashtme e shteteve të vegjël, në ato raste kur është e nevojshme të ketë edhe ndonjë spostim, duhet të ketë parasysh që strategjia të mos lëviz të jetë e njëjta, taktikat që përdoren në politikën e jashtme zakonisht i lihet Ministrisë jashtme të zbatojë në forma që gjykohet e rëndësishme nga diplomacia e shtetit, që është zbatuese e politikës të jashtme të shtetit, sepse ajo i njeh rrethanat më mirë, i njeh korridoret nga fryonerat më mirë dhe duke ruajtur qëllimin strategjik, taron, rregullon taktikat në përputhje me arritjen e objektivit. Kështu që unë nuk habitem që të ketë lëvizje midis shteteve të vegjël, siç nuk habitem kur ka lëvizje ose mos konsekvenca në politikën e jashtme shteteve të mëdha, ose edhe shumë të mëdha. Të themi tek libri e bëra këtë pyetje se gjithmonë me jam marrë edhe me gjeopolitik kështu vetë, me studime gazetareske, dhe e kam parë këtë term dhe kam dashur në këtë mes të shoh. Jo dha një sy këtij libri, fillon që nga vitet 90 edhe vazhdon deri tek pavarësia, deri tek lufta e Kosovës. Pak dihet për rolin që ka luajtur Shqipëria në shërbim të pavarësisë së Kosovës nga pikpamja diplomatike. A mund na e ilustroni këtë? Cilat janë arritjet më të mëdha, si janë arritur ato, mbi ç'baza, cilat kanë qenë raportet midis diplomacisë shqiptare të Republikës së Shqipërisë edhe Kosovës? Një nga arsyet ose arsyeja kryesore që më shtyu të botoj këtë libër, të shkruaj këtë libër, ishte një studim për periudhën fjalë, këto 2 dekada, nga 90-91 deri në pavarësi, sa dihet nga publiku ynë çka është bë. Dhe mas këtij studimi personal që bëra ose një analize gjithçka që është mediatike për publikun, konkludova që ose njihet pak ose nuk njihet as pak kjo periudhë. Që të kapërcej frazën, Shqipëria ka bërë një punë enorme për të çuar çështjen e Kosovës drejt pavarësisë. Pavarësisht nga qeverit, duhet të sqaroj. Pavarësisht nga qeverit. Qëllimi i kësaj ka qenë që Shqipëria, si antare në organizatën ndërkombëtare, ka zërin për të folur për Kosovën. Ndërkohë që Kosova nuk njihet si shtet, por kishte bërë një referendum për Republikën, pavarësi që në 1991, jo vetëm që nuk u njofte nga Serbia, nuk u njofte se nga shtetet e tjera, dhe bile në atë kohë në ekstremis
Miloševiqi i hoqi edhe autonominë që kishte Krajina e Kosovës në atë kohë, sipas kushtetutës të vitit 1974 të ish Jugosllavisë. Ç'doja të them me fjalën punë enorme. Nga viti 91 e mrapa, kur ne u pranuam me drejtat plota si antare e plot në KSB-e, që më vonë në vitin 1994 u kthye në organizat nga konferenca u bë në OSB, zëri i Shqipërisë aty ishte gjithmonë në nivelet e larta dhe shumë të larta, por pa humbur ekuilibret që do duheshin të mbaheshin dhe janë mbajtur, që të mos nervozohen shumë shtetet që nuk ishin shumë favorshme për ecurinë në çështjen e Kosovës. Dhe kjo punë enorme është dashur të bëhej pa asnjë lloj ndërprerje, pa asnjë lloj ulje toni, pa asnjë lloj ulje interesi edhe ndukje. Arsyeja kryesore është që ato shtete që ende ruanin idenë e një historie edhe emotive ndaj Jugosllavisë ose edhe ndaj Serbisë, të mos mezi që prisnin që nuk e kanë pas më shumë seriozitet këto, zërin që e kanë ngritur deri tani. Kështu që është dashur që të ruhet një konstante e përhershme e ngritjes së çështjes së Kosovës, që do të çonte në një sensibilizim duke u rritur nga vit në vit, që shumica e shteteve të vinin në pikën që u përdorën të gjitha mjetet, u përdorën të gjitha resurset që janë politike, diplomatike, u përdorën tëra presionet, u përdorën tëra mjetet që janë në dispozicion të diplomacisë dypalëshe dhe shumëpalëshe, që të ndrohet një linjë e Serbisë dhe e Miloševiqit ndaj Kosovës, që erdhin në pikën që thanë tani nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër përveç se njërës i kanë mbetur. Edhe ajo që kishte mbetur është ajo që ndodhi në 1999. Pra u deshën 6 vjet, 7 vjet punë intensive nga Shqipëria, që ishte brenda këto organizata, në të cilat Kosova nuk mund hynte asnjëherë, ishte gjithmonë mbrapa derës. Nëse lejohet vinte edhe brenda në institucionet ku bëheshin këto mbledhje, nuk lejohesh. Kjo ka qenë arsyeja kryesore që unë që kam qenë në qendër të këtyre negociatave personalisht, kam përfaqësuar vendin tim, kam përfaqësuar në heshtje edhe Kosovën, por nuk kam folur pa koordinim të plot, pa u marrë vesh plotësisht si me ish president Rugova, ashtu dhe me ish kryeministrin e parë të Kosovës, Bujar Bukoshin. Koordinimi ka qenë i tillë sa që në çdo rast që do kishte një takim nga ana tyre, apo një çështje sensitive nga ana ime, do konsultoheshim me to. Është kjo situatë, është ky rast, do ngrehet ky problem, këto janë pro, këto janë jo pro, këto janë direkt kundër. Unë mendoj, ne mendojmë, kështu të operojmë, jeni dakord, si jeni dakord, çfarë sugjerimi është nga ana juaj, çfarë sugjerimi nuk keni, si keni. Dhe ky koordinimi plot bëri që të kishte sukses, kjo punë e gjatë, intensive për sensibilizimin e opinionit publik, që çoj në atë vendim që çoj në fund fare. Unë do shtoja diçka që ka thënë miku im dhe shoku im Lutfi Dervishin parathënien e librit tuaj, i cili thotë ju punuat pa manual, pa instruktime, thjesht duke të nxitur me intuitën diplomatike dhe me shpirtin shqiptar. Dhe kjo është diçka, një arritje që duhet të vlerësuar edhe jo vetëm tek libri juaj, por tek puna juaj, se fundit është kjo diplomaci e heshtur që çoi në kapërcimin e fazave të ndryshme diplomatike që çuan në pavarësinë e Kosovës. Cilat janë, sipas jush, momentet më vendimtare nga pikpamja diplomatike që përcaktuan fatin e Kosovës? Është disi e vështirë të thuash që ky ishte momenti ose ai ishte momenti. Do të ishte spekulim qëndrimi nëse thuat që ky ishte qëndrimi i këtij momenti që përcaktoi. Është një vazhd aktivitete 7 vjeçare, 8 vjeçare që çuan në këtë përfundim. Në të gjithë këtë periudhë janë bërë mbi 35 vendime të OSBE-s në atë kohë dhe disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit, ku Shqipëria ka luajtur përsëri një rol shumë të ndjeshëm. Këto 35 vendime plus kanë qenë rezultati një
intensiteti pune, këmbgulje, me ose pa instruksione direkte nga Tirana. Sepse është shumë mirë kur i lihet në dorë ambasadorit, kur është i qartë synimi strategjik cili është, se si ai të operoj në organizatat ku operon. Dhe unë kam pasur edhe privilegjin, edhe përgjegjësinë e madhe që në atë lloj vorbulle ndërkombëtare të navigoj me kujdes për të arritur të qëllim. Ajo që ju pyesni më konkretisht, përsëri i qëndroj fakt që nuk mund të ketë një element, janë bashkimi të gjithë elementeve që çoj në këtë konkluzion. Ju kujtoj për shembull vitin 1992. Në dhjetor të vitit 1992 ishte konferenca e Këshillit të Ministrave në Stockholm. Unë kam qenë antar i delegacionit atje dhe kam qenë kryetari i delegacionit të zyrtarëve të lartë për përgatitjen e konferencës. Në atë kohë, ministra e jashtme e Suedis, që quhet Margaret af Ugglas, baronesha af Ugglas, drejtonte si ministre e jashtme, drejtonte Këshillin e Ministrave të Jashtëm dhe mas mbledhjes, ajo menjëherë me vendim të mbledhjes ministrave, shkoi për vizitë në Beograd për t'i thënë Milošević të ndryshon linjë, se puna do shkoj jo mirë. Dhe unë kujtoj që në bisedat që kemi bërë me kolegët suedez të asaj kohë, i kërkuam atyre që në pozicion në kapacitetin që ajo ka si ministre e jashtme e Këshillit ministrave të KSB-s në atë kohë, t'i shkruaj Këshillit Sigurimit. Dhe drafti asaj letre, draftin e parë të asaj letre kam shkruajtur unë dhe ja kemi dhënë suedezëve, ato kanë vënë dorë aty që kanë gjykuar ato, dhe baronesha af Ugglas ja dërgoi Këshillit të Sigurimit për herë të parë në 1990 6 muaj më vonë, nën korrik 93 mos gaboj, çështja e Kosovës u ngret për herë të parë në një rezolut të Këshillit të Sigurimit si çështje që përbën shqetësim për këtë organizatë si dhe për paqen e sigurimit ndërkombëtare. Për herë të parë. Pra, ky është elementi që krijoi këtë rast. Një element, mbledhja e Romës në 93 krijoi një gjë tjetër, mbledhja e Budapestit krijoi një gjë tjetër, mbledhja e Portugalisë, samiti krijoi një gjë tjetër. Të gjitha këto copza me shumë rëndësi secila në vetveten e tyre u bashkuan me atë që quhet u rrit sensibiliteti që kjo çështje duhet ndjekur. Aq sa kur filloi 97 doli dhe UÇK-ja dhe filluan edhe përplasjet herë këtu, herë atje, edhe të armatosura sado të vogla. Një nga kolegët ambasador më tha, sa herë ngrinit zërin juve, sa herë ngrije zërin ti për këtë punë, ne jon prezencën tënde, thonim si egzageron ky ambasador i Shqipërisë këtë punë, se i intereson, ka interes jetik për gjysmën e kombit vet, po nuk duhet jetë kështu. Tani që shpërtheu, pas ke pas drejt. Eksakt kështu ka ndodhur. Pra, edhe njerë, paketa e të gjitha mbledhjeve, shumë prej të cilave janë me hollësi në libër, bërin atë që të gjitha dim 1999, marrëveshja Rambujës, nuk u firmos nga serbët, pati një diskutim jo të lehtë midis Albrightit në atë kohë dhe 4 ministrave të jashtëm, Gjermani, Francë, Angli dhe Itali. Sepse ka pas një problem nga ish ministri italian Lamberto Dini në lidhje me Serbinë, që hezitonte të pranonte përdorimi i forcës kundër një shteti fqinj, sikur Shqipëria nuk ishte dhe aq më afër në Shqipëri, ishte më afër Serbia. E kishte lidhet e veta, pretendime lidhet e veta, interesat familjare, interesat e biznesit e tjerë. Derisa përveç këtyre të 4-ve që mbledhen, 4 evropian dhe Amerika 5, u deshte një bisedë tjetër direkte midis Albrightit dhe Ivanovit, ish ministri i jashtëm i Rusisë, që të mos ndërmerret veprimi ushtarak, por të kërcënojmë se mundet ta mendojmë si opcion. Dhe rusët pranuan atë kohë që të futet e tillë, ndërkohë që ishin të sigurt që kjo do të thoshte që do të përdorë industri. Edhe ishte koha e Jelcinit, ishte çik më. Kështu që e gjitha kjo paketë bëri atë që bëri, dhe rezultati që ne të gjithë e dim, edhe pse gjatë viteve 91, 95, 6
nuk ishte e qartë shumë politika e Amerikës. Ndaj Nuk ishte Kosovës. ndaj Kosovës përgjithësi. Nuk ishte strategjia e tyre nuk ishte përcaktuar qartë. Në vitin 97 e mrapa e përcaktuan qartë. Ne e kemi parë këtu në SBA nga raportet midis komunitetit shqiptar që bënin lobizëm dhe reagimit madje edhe të zëvendës sekretarit të jashtëm të Shteteve të Bashkuara të kohës, që nuk e njihte UÇK-n, e quante organizatë terroriste, gjë që reflektonte pikpamjet diplomatike. Unë kam një pyetje të veçantë e pash tek libri juaj. Takimi i Nanos me Miloševićin dhe Gligorovin në Kret. Si ndodhi dhe çfarë mund të na sqaroni për të? Tani unë në atë kohë isha shërbeja si ambasador në organizata ndërkombëtare në Vjenë, OKB-ja, që kanë në Vjenë 8 organizata, 4 të mëdha dhe OSB-ja. Ky takim ndodhi në 1997. Është me pikpyetje se si u propozua fillimisht takimi në periudhën më të zymt për Shqipërinë, mas ngjarjeve në 96-97-ës, ku Shqipëria ishte e dobët. Ishte e dobët, ka përceu një situatë jashtëzakonisht të rëndë, mas ngjarjeve që gjithë i dimë, në shkurti i 97-ës, u bën zgjedhjet në Korrik, u zgjodh kryeministër Nano, dhe vendosja e Gligorovit dhe Miloševićit për të bërë këtë mbledhje në Kret, kur Shqipëria ishte në pikën e saj më të dobët, krijon pikpyetje të mëdha. Pse pikërisht në atë periudhë? Pse pikërisht në atë periudhë? Pse pikërisht në Kret? Dhe nga ana jonë, kishte përgatitje serioze për këtë punë? Sepse mbledhjet të tilla, takimet të tilla duhen përgatitur mirë. Nuk bëhen të rastësishme. Nëse bëhen të rastësishme, rezultati është thjesht i dhënie dore. Janë taku dhe kokë në kokë Nano me Miloševićin, se ç'është folur nuk e di. S'kam qenë atje, po di që ka pas një takim edhe 4 sysh. Gjithsesi, përshtypja që krijohej në atë kohë, ishte që ne po marrim një veprim pavarësisht nga qëndrimet dhe mendimet që ekzistojnë në Prishtinë. Kjo krijonte një lloj pikpyetje, po pse duhet marrë Shqipëria? Vërtet është shteti i pavarur, po gjysma e kombit është atë më ta. Duhet një koordinim, duhet pyet pak. Duhet këshillu pak, nuk ka nevojë të këshillohesh publikisht, se këto gjëra në politikën e jashtme, po bën publike, këto digjen. Këto bëhen në Sordinë, në Rogoz, nga dalë, flitet, dhe e mira do kishte qenë që ajo të mos ishte bërë, se dhe rezultati i saj, tregoj, u mbyllën mbledhjet, çfarë doli për saj, doli asgjë gjë. Pra, ajo që u fitua ishte një buzëqeshje, një shtrëngimdore, fituam ne, e çuam përpara çështën e Kosovës në atë kohë, apo jo, dhe si u operu më vonë, ishte ende kështu. Kështu që unë mendoj që ai takim për kohën ta analizosh sot është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Në atë kohë ashtu ishte. E ishte ngutshme? Unë mendoj që është ngutë për ta marrë atë vendim që të shkohet në këtë takim. A ka në librin tuaj prapa skena apo negociatat cilat nuk kanë qenë bërë publike në kohë? Shumica. Ajo që është në libër nuk është bërë publike. Dalin për herë të parë. Këto janë dokumentacione, gjithçka është në libër, është bazuar mbi dokumentacion arkivor që unë e kam në shtëpi, që rreth 6000 faqe. Janë dokumentat ministrisë jashtme, tuajat personale? Janë dokumenta. Juve njihni ministrinë jashtme, keni pas lidhje dhe keni punuar një periudhë kohë për me mediat e ministrisë jashtme, edhe e njihni. Dokumentacioni që dërgon një ambasador filmos e brendshme, i çohet ministrit jashtëm, kryeministrit, presidentit të shtetit dhe drejtorive, 1 ose 2 drejtorive kryesore politike të një ministrie. Të gjitha dokumentacionet që janë nga i vit deri sa unë përmend, janë të gjitha me data, me numër protokolli dhe me firmën time. Është përgjegjësi kur i vën firmën informacionet të brendshme. Këto janë të paditura përveç se drejtoria përkatëse një drejtori e ministrisë, ministri, kryeministri dhe presidenti. I kanë marrë. Sa i kanë pa, se si kanë pa, fakti është që siç janë dërguar këto, mua nuk është dërguar
asnjë rast e ke jo sakt këtë gjë, korrigjoje këtë qëndrim, kjo tregon që janë parë pozitivisht dhe është direkt apo indirekt, pavarësisht sa shumë vinin instruksione nga Ministria e Jashtme, fakti që nuk vjen instruksione, mas janë lexuar informacionet, tregon që është në rrugën e drejtë. Atëherë, si përshkruhet, si e bëni ju në libër rolin e fuqive të mëdha? Ju tha duhet t'jesh disi, me thajmon, akrobat diplomatik në situatat tilla të vështira, sikurse edhe po e kujtoni. Marrëdhëniet e një shteti të vogël, në rastin tim konkret, në tëra ato vite që kam qenë ambasador, atë për 11 vjet kam qenë ambasador 2 herë. Më kanë mësuar një diçka. Sa më thellë ta njohësh çështjen, sa më shumë argumentat të dish, argumentat të plot që justifikojnë gjithçka, po thua dhe gjithçka qëndrimi dhe çdo qëndrim që marrë shteti yt, në mënyrë të përsëritur, duhet që këto argumenta të mos cedojnë në asnjë rast, pavarësisht sa i madh është interlokutori. Dhe këtyre, kur i jepet argumentim i plot, kur i përsëritet argumentimi, kur bën logjik argumentimi, veçanërisht kur kundër argumentimi nuk është dhe aq i plot, fuqitë e mëdha, në rastin konkret, vendi ku ju jeni, që unë kam respekt shumë të madh, të ndëgjojnë. Dhe unë përvoja ime personale është që kam dëgjuar. Ka pas nga ato që kanë bërë sikur kanë dëgjuar dhe kanë bërë edhe tjetër gjë nga mbrapa, se këto ndodhin vazhdimisht. Por kur e përsërit dhe ja thua që ti më dëgjon vetë dje mua, po sikur unë kam informacion që ke edhe bërë dhe këtë, është tonë dhe kjo. Domethënë sa më shumë të dish, sa më shumë informacion të marrësh, aq më shumë mund ta vesh në pozitë interlokutorin, pavarësisht sa i madh është vendi. Kuptohet që këtu nuk bëhet fjalë për barazit plot, sepse nuk mund të ketë barazit plot midis shtetit të madh, një fuqie të madhe, edhe një fuqie mesatare me një fuqi të vogël, por argumentimi në përputhje me arritjen e një objekti strategjik që don ti si shtet i vogël të arrish, zë në vend kur nuk heshtet së argumentuari bindshëm. Që është kështu, ose është ashtu. Dhe si ju thash përsëris, përvoja ime është që dëgjojnë. Mund të mos dëgjojnë që herën e parë. Do ta përsëritësh. Që të fillosh ta masazhosh opinionin derisa ai të dëgjojë. Kuptohet që ndëgjimi në këtë rast nuk është që nuk ndodh që të japin 100% drejt. Se marrëdhëniet dy palëshe ose shumë palëshe, kur bie dakord zakonisht nuk është opsioni më i mirë që don njëri apo tjetra palë. Po, është shumatorja. Një shumatore, një mesatare. Në qoftë është një mesatare, do thotë që marrëveshja ja ka arrit qëllimit edhe pse nuk është më e mira për secilin nga shtetet pjesëmarrëse. Kështu që për ne ka qenë pozitive kjo, e cila çoi në ato që çoi. Dhe puna e Shqipërisë e panjohur në të këtë periudhë që ka libri është bërë publike për herë të parë. Dhe ju faleminderit për këtë. Tash unë do pyes për një që do sot e kësaj dite pyetet, për marrëveshjen e OKB-s 1244 për statusin e Kosovës. Çfarë arriti kjo marrëveshje, ku janë pengesat apo mangësitë e kësaj marrëveshje që reflektojnë dhe sot, më tej mund të pyesin dhe për UMNIK-un, a ka rol sot UMNIK-u apo jo? Marrëveshja 2024 u krijua mbas u diskutua dhe u miratua mas ndërhyrjes ushtarake prej 72 ditësh të NATO-s nga ajri. Po puna që është bërë nga Shqipëria, nga të ekipit, deri në atë kohë dhe në vazhdim, ka qenë mjaft më vështirë se sa diçka e shkurtër 70 ditë nga ajri. Pavarësisht rezultateve që më rriti. Sepse rezultati i punës që bëri Shqipëria dhe i punës që bëri udhëheqësia e lartë e Kosovës paralel, në ato mundësira që ato kishin, çoi në objektimin e përbashkët që të arrihet ky rezultat. Kur u diskutua marrëveshja rezoluta 2024, duhet thënë që pati një ecuri interesante vetë diskutimi i saj në OKB. Ajo rezolutë është miratuar me 14 vota pro,
dhe një abstenim. Kina ka abstenu. Abstenimi i Kinës kishte shumë rëndësi. Unë kam qenë prezent kur ish kryeministri Nano, kam qenë prezent në mbledhje në New York me ambasadorin e Kinës, profesuesin e lartë të Kinës në OKB, në Këshillin e Sigurimit. Ku Nano i cili dëgjonte sugjerimet e profesionistave, siç rasti konkret, ka dëgjuar, i kërkoi ambasadorit kinez që do t'ju luteshim, vendi im, ju dikur ju kanë ndihmuar. Dhe bënte fjalë për hyrjen në OKB të Kinës, se Shqipëria ka luajtur rol jo të vogël. Edhe pse ishte një sistem tjetër politik e tjerë, ka luajtur rol shumë të madh për këtë punë. Dhe ambasadori kinez, siç është praktika diplomatike, nuk tha as po as jo, po tha do ja referoj kryeqytetin tim, kryeqyteti tim do besoj se ato do ta shohin siç duhet parë kjo çështje, por unë varem nga kryeqyteti im dhe ato nuk e harruan çka kishte bërë Shqipëria, se shtetet serioze nuk harrojnë. Dhe kur erdhi puna e rezolutës 1244, Kina abstenoi. Edhe pse gjatë bombardimeve edhe ambasada e tyre në Pekin, në Beograd u bombardua. Tani përbërja e kësaj rezolute ka shumë nene, shumë paragraf, nga të cilët është vendosja e UNMIK-ut, administrata civile, institucionet demokratike gradualisht, ka shumë pika. Dhe ndër të tjera, pika kyçe e saj, ose dy, administrata civile, misioni civil që është UNMIK-u, dhe tjetra është vendosja e KFOR-it. Pra Këshilli i Sigurimit ra dakord që të vendosë KFOR-in. Vetë fakti që të gjithë antarët e Këshillit të Sigurimit, përfshirë antarët që kanë të drejtë veto, ran dakord që të vendoset KFOR-i, do të thotë se Këshilli i Sigurimit miratoi post factum, masi ka ndodhur ndërhyrjen ushtarake. Se ndërhyrja ushtarake ishte ajo që krijoi kushtet për të vendosur KFOR-in. Pa krijimin e kushteve s'mund të vendosësh një forcë stabilizuese, forca ushtarake e vendeve të NATO-s në Kosovë. Kështu që të gjitha këto duhen parë të lidhura në paket. Ajo që unë kam një problem është se unë s'kam problem praktikisht unë, por unë mendoj që UNMIK-u nga viti 1999 deri në sot është gati 20 sa vite, 20 diçka vite. Ka ardhur koha që të shikohet mirë, sepse rezolutat e Këshillit të Sigurimit nuk janë sakrosant. Nuk janë të shkruar në gur. Nuk janë në gur, në çelik. Të rezoluta bëhen nga njerëzit për të përgjigjur një situatë të caktuar në një kohë të caktuar. Ajo kohë ka kaluar sot, nuk është më ajo kohë. Atëherë kjo rezolut duhet rishikuar për mendimin tim. A ka pasur tentativa? Unë nuk di që ka pasur tentativa. A është mirë atë ketë? Është mirë atë ketë tentativa që nga ato antarë të Sigurimit në çdo kohë që do jenë, grupi 15-shës, ta ngrej çështjen, ka ardhur koha që të shikohet. Dhe vetë Kosova është mirë që t'i marrë totalisht në dorë aspektet administrative të vetë Kosovës. Unë kështu e shoh këtë punë. A e ka kryer tërë misionin që kishte misioni UNMIK-ut? E ka kryer bajagi, do të thoja. A është e mirë që të kesh gjithmonë në shtëpi dikë tjetër që të menaxhojë marrëdhëniet e shtëpisë? Ka të bëjë sovranitetin. Ka përshtypje se kjo lidhet me sovranitetin. A është i mjaftueshëm numri i njohjeve që ka sot Kosova për të bërë antarë Këshillit të Sigurimit? Nuk është i mjaftueshëm. A duhen shtuar njohjet? Duhen shtuar njohjet. Sa është numri, unë ju pyeta edhe më parë, sa duhet të jetë numri i njohjeve që të kalojnë në Këshillin e Sigurimit, si është procedura? Ka dy nivele të votimit për të bërë antarë OKB-s. Mund të njihet një shtet nga 150 shtete, nga 120 shtete, nga 160 shtete, Palestinën e njohin 160 shtete, mos gabojmë sot diçka e tillë, por nuk është antar e Këshillit të Sigurimit. Nuk është antar e OKB-s sepse nuk është miraton Këshillit të Sigurimit dhe s'ka dalur për miratim Këshillit të Sigurimit, se dikush do t'i vej veton. Kështu që ky votim, nëse do të vi dita dhe do bëhet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, tregon trendin politik të shteteve ndaj një shteti që kërkon të bëhet antar, që do thotë që kërkon të jetë subjekt i të drejtës ndërkombëtare. Në këtë rast, Kosova është e pavarur, por nuk është plotësisht subjekt i drejtës ndërkombëtare, që do thotë nuk është antar e OKB-s ende.
As edhe UNESCO ose shoqatave që rrjedhin. Për të bërë antar OKB-s duhet detyrimisht votimi i Këshillit të Sigurimit. Kështu e ka karta OKB-s. Pra duhet bërë shumë kujdes që në të ardhmen e para punës të punohet sa më gjatë, sa më intensivisht, pa zë, që të shtohet numri i njohjeve në asamblenë e përgjithshme, që të rritet trendi që ky është shtet që duhet tani ta merrni juve, ta votoni edhe të futet në OKB. Kjo nuk bëhet publikisht, duhet bërë me kujdes, sepse duke e bërë publike, pa u bërë fakti, mund të krijoj pengesa nga ai që nuk don që ti të bëhesh. Okej. Këtu janë disa vende evropiane që ende nuk e njohin Kosovën. 5 vende. Spanja, Kipro, Greqia, Slovakia, mos gaboj ndonjë tjetër? Spanja, Greqia, Kipro, Slovakia dhe Rumania. Rumania? Po, nuk e ka njohur, më sa diu nuk e ka njohur as Rumania plotësisht. Këto shtete që nuk e kanë njohur brenda Unionit, ndoshta nuk duhet parë si qëndrim shumë negativ i tyre ndaj shqiptarëve, ndaj Kosovës. Duhet parë shumë më gjerë pamja. Këto shtete kanë problemet e tyre brenda. Kanë problemet e tyre me minoritetet e tyre. Spanja ka Katalunjën, ka dhe aspektin e baskëve në veri. Aspekti baskë në veri nuk është thjesht është çështje spanjolle, është edhe e tyre, po dhe Francës. Edhe Francës, është kufi. Slovakia ka një paketë shumë të madhe serbe dhe hungareze. Greqia ka probleme të lidheve fetare me Turqinë, me Serbinë, ka gjysmën e një shteti që është në OKB, siç është Kipro gjysmë greke, gjysmë turke. Turqia ka këtë marrëdhënie me Kiprin, Kipro vetë, po të njohë Kosovën, duhet njohë edhe pjesën turke të saj, kështu që është më e komplikuar se duket kjo punë. Por unë mendoj që sa më shpejt këto shtete të sensibilizohen që kjo çështje e Kosovës s'ka lidhje ose nuk do t'i ndikojë ata në qëndrimin e brendshëm të tyre, do ishte më mirë sa më shpejt ta bëjnë këtë gjë, se do vijë ajo ditë që ato do ta bëjnë. Sa më shumë ta zgjasin, aq më shumë flet për një inkohezion të vetë shteteve të Unionit Evropian. Kështu që Unioni Evropian me 5 antarë të saj e ka vështirë të marrë qëndrim unanim ndaj çështjes së Kosovës. Se ke 5 që si ke në linjë. E megjithatë ka një lëvizje, një pjesë e sanksioneve u hoqën, jo të gjitha, por një pjesë u hoqën. Ka një përpjekje të Unionit për vazhdimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Deri tani ka qenë një ndërmjetës i Unionit Evropian i cili kishte konflikt madhor interesi për çështjen e Kosovës, siç kishte edhe zëvendës presidenti i Këshillit Evropian, që ishte ish ministri i jashtëm i Spanjës. Pra ish ministri i jashtëm i Spanjës dhe ish ministri i jashtëm i Slovakisë nuk mund të ishin ndërmjetës për çështjen e Kosovës, sepse ata nuk e njohin. Ishte konflikt i madh interesi. Sikur gjithë Unioni Evropian, 407 milion njerëz, nuk u gjen një tjetër që mos ketë konflikt interesi. Më në fund e gjetën një, mos gaboj nga Danimarka tani, që po merret me këtë punë. Shikojmë që do eci, uroj që të eci sa më mirë, por mendoj që nëse do eci, siç duhet eci, në qendër, nëse çdo hap në marrëdhëniet e ardhshme Serbi-Kosovë nuk ka çështjen e njohjes politike reciproke, do ketë probleme. Unë nuk shoh zgjidhje të shpejt. Unë personalisht, ky është mendimi im. Pa u njohur të dy vendet. Vetëm kur dy shtetet njihen politikisht nga njëri tjetri, ato flasin si të barabarta. Se në këtë rast ti ke një shtet që është antar i OKB-s dhe një shtet që nuk është antar i OKB-s, pra që nuk është i njohur. Dhe ky shtet nuk e njeh vetë ato që kanë në tavolinë. Në tavolinë, shumë e vërtetë. vërtetë. Pra do të pranoj ky shtet që është antar i Deri OKB-s. sot Milošević, ky Vučić njësojën. Pra do të pranoj ky shtet, ky kryetari i këtij shteti, që në një marrëveshje me shtetin e Kosovës, që ky nuk e ka njohur, të shkruhet marrëveshje firmoset nga kryetari i qeverisë Kosovës Albin Kurti, ose presidenti i Kosovës Filania, ose presidenti i Kosovës Filania. E pranon? Nuk do ta pranoj, se po e pranoj do thotë të pranon njohjen. Atëherë si? Pra, çdo bisedë është mirë që të kihet parasysh. Unë kam pas shumë punën e Kosovës shumë për zemër, për dy arsye. Për shumë arsye, por kryesore është që kur kam shkuar për herë të parë në shërbim jashtë shtetit,
në 1991 në një mision diplomatik, ishte 2 palësh në të kohë. Imat më tha, Imat ka qenë jurist i vjetër në Shqipëri, me shumë përvoja të mëdha të aspektin juridik. Më tha, mos haro që Shqiptaria është më e madhe se Shqipëria. Dhe e kam pas vëthën vesh këtë babait. Dhe sa më shumë ecste çështja e Kosovës, më vinte në mend gjithmonë mesazhi babait mos haro. Kështu që sot, kur shoh që ecet përpara në bisedime ose bën përpjekje të ulen palët në bisedime, është mirë që në çdo rast bisedime teknike nuk do të thotë që detyrimisht do të çojnë në zgjidhje politike. Dhe përsëri i referohen babait tim, i cili më tha, kur unë isha shumë i ri, ti në Ministrinë të Jashtme më po prit se e diti se piramida ndërtohen nga themelet dhe nga maja? Në atë kohë unë isha shumë i ri dhe nuk e kuptoja se ç'donte të thoshte. Ma përsëriti mas një 2 ditë prapë dhe i thash, a mund të më shpjegosh se ç'ka do të thotë? Ta piramida që ndërtohet nga bazamenti mund të shkojë deri një farë masë ndërtimi dhe nuk arrin kurrë në majë, se s'bie dakord politikisht. Ose fillohet nga maja, bie dakord politikisht dhe pastaj është më lehtë të zgjidhësh tëra çështjet e tjera. Kur kera dakord politikisht. Ky është në teksti i ndërtimit piramidës nga maja. Prandaj unë mendoj që do ishte shumë mirë që në çdo lloj bisedimi në qendër të jetë njohja politike reciproke. Aty fillojnë marrëdhëniet ndërshtetërore. Në këtë mes kam një pyetje që afron me ditët e sotme. Janë hedhur ide apo dëshira më tepër që të Kosova të futej në NATO. A është e mundshme? Nuk mendoj që nuk do të jetë e mundshme. Nuk do të jetë e mundshme se vetë traktati i NATO-s, traktati i Washingtonit, është shumë i shkurtër, 14 pika ka. Një faqe e gjys. Por duke qenë se në NATO janë këto 5 shtete që nuk e njohin NATO-n, që nuk e njohin Kosovën, krijojnë vështirësi. Sepse vendimi për të hyrë NATO përsëri është unanim. Është unanim. Dhe ne shoh të vështirë. Fakti është që NATO është në Kosovë. Ka një forcë prej sot 15.000, 16.000 forcë është diçka NATO në Kosovë. Fakti që ai është atje nuk është për të ikur. Nuk ka ardhur që të ikë. Ka ardhur që të qëndrojë. Dhe ato që ndigjohen her mas here që mund të rriqet NATO se nuk po sillemi shumë mirë, këto mund të kenë një element vërtet, por nuk është e vërtet politikisht që NATO ka ardhur aty që thotë tani unë e mbyll dhe iki. Nuk ka ardhur aty. Nuk ishte investim i madh geopolitik, geostrategjik, ushtarak, i sigurisë, i policisë, i tjerë, dhe të ndërtohet ajo bazë që ndoshta është më e madhja diku jashtë mas kohës Vietnamit. Pra unë e shoh që është territorialisht pjesë e NATO-s, por nuk është politikisht antare e NATO-s. Dhe do vazhdojë edhe kjo kohë derisa të vijë. Tashi, për të ardhur tek e sotmja, ka pasur tentativa nga kryeministri shqiptar Edi Rama në një shkrim në një gazetë gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung, së bashku me Vučićin. Pse? A duhet Shqipëria të konsolidoj, a të bisedoj më parë me Kosovën përpara se të flasë për Serbinë? A është e mundshme të hyjë Shqipëria më shpejt në sajt të këtij propozimi? Cili është gjykimi juaj diplomatik për këtë? Unë do kap aspektin e integrimit të Shqipërisë në Union. Nuk po duhet merrem me çështën Shqipëri-Kosovë, sepse çështja Shqipëri-Kosovë është, ne kemi një kombë me 2 shtete. Kujtoj në vitin 1990 kur u bashkuan Gjermanit, Helmut Kohl në një nga fjalimet që mbajnë, mos gaboj, ka qenë në ambasadën e tyre në Prag. Tha fjalë për fjalë. Ne jemi një popull, një kombë. Dhe shqiptarët po thënë një popull, një kombë. Edhe pse gjeografikisht, politikisht në 2 shtete. Kur vjen puna për hyrjen në Unionin Evropian, sa unë kam ndjeni, mendoj që e di modestisht sakt, nuk ka në Unionin Evropian status përgjysëm.
është si thotë në gjuhën popullore, që motra ime tashti është pak shtatzanë, por nuk ka pak. O është shtatzanë, ose nuk është shtatzanë. Një zonjë, një grua, një vajzë. Të hysh në union, nuk ka asnjë lloj alternative tjetër, rrugët dihen. Kërkesa, përgatitja, marrëveshja stabilizim asociimit, merret statusi kandidatit, merret kandidati plot, hapen negociatat për të hyrë. Kur mbarojnë negociatat, sa më shumë shpejt mbyllen kapituj, aq më shpejt është rruga e afrimit dhe hyhet me drejtat plota. Kjo është sanksionuar në Unionin Evropian, si në artikullin 2 të Traktatit të Unionit, ashtu edhe atë 49. Ka një rrugë, o hyhet ose nuk hyhet. Të thuash do gjysmë hym, është shumë e rrezikshme. Nuk ka gjysmë hyrje. Hyrja në Union është, t'ju jap një shembull figurativisht mendoj se shkon. Kemi një stacion autobusi që niset nga kjo pikë dhe pika fundore është kjo. Gjatë kësaj rruge, kjo autobus ka shumë stacione. Kjo që thot Edi dhe Vučići, do të thot që njëri nga këto stacione, jo ai fundori, kthehet në stacionin fundor. Bëhet stacioni fundor dhe t'y syn kurr. Është shumë kontraproduktive për mendimin tim. Unioni duhet hyhet siç është përcaktuar që në 92-93 integrimi e euroatlantik i shtetit. Në NATO është hyrë që në 99-ën, në Union do hyhet kur të plotësohen të tëra kriteret, por të gjysmë hysh është komplet jo e favorshme për vendin. Edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën në këtë mes. Sepse Serbia mund mos e njoh Kosovën edhe futet. Nuk ka rëndësi. E njeh se një Serbia nuk ka rëndësi. Kosova ka linjë direkte me Unionin Evropian. Ajo operon në marrëdhëniet me Unionin përmes marrëveshjes së stabilizim asociimit. Të saj, direkt me Unionin, nuk luan rol Serbia në këtë rast. Sa do përpiqen ta minojnë, të kenë kështu pengesa, të krijojnë pengesa, kjo është marrëdhënie direkte e tyre. A duhet vazhdojnë me stabilizim asociimin apo jo dhe sa kohë? Ky është problem që do vendoset nga Unioni. Tani përderisa edhe Bosnjë-Hercegovinës, që ka ato strukturë shumë të delikate që ka, ju dha status i kandidatit. Unë mendoj që ka ardhur koha që Unioni ta mendojë mirë se Kosova plotëson boll nga kushtet që i duhet për të marrur statusin e kandidatit, të njihet statusi i kandidatit. Dhe unë mendoj dhe shpresoj që do t'i njihet së shpejti. Sa do t'jetë gjatë rruga pastaj, është punë tjetër. Dhe pyetja e fundit, lidhet me marrëveshjen e Ahtisarit. Ne shohim sot e kësaj dite një marrëveshje me pikësynimin e mirë për të krijuar një realitet në lëvizjen nëpërmjet komsive të ndryshme të Kosovës, sot po krijon pengesa në mendimin tim, sepse i heq pjesë të sovranitetit Kosovës. Plani i Ahtisarit u shkruajt në atë kohë që të mundsonte pamërsinë. Ai nuk ishte plan që u paraqit në Këshillin e Sigurimit për të votuar në Këshillin e Sigurimit. Raporti i Ahtisarit dhe konkluzionet e tij, unë në gjatë kohës shërbimit jam takuar çdo 2 javë me të. Dhe me numrin 2 të tij, që ishte ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme austriake, Albert Rohani, ambasadori tjetër, princ në ka qenë, i cili ka dhënë një lidhje me Shqipërinë. Se gruaja e tij vjen nga familja e Gjeraldinës, mbretit Zog, ish mbretit Zog, ka një lidhje të tillë që ka luajtur rol jashtëzakonisht pozitiv për Shqipërinë. Ahtisari ishte shumë i qartë. Ai ka paraqitur një raport të Këshillit të Sigurimit në 2008, në shkurt 2008. Raporti thoshte, kjo është kushtetuta e asaj kohe, projekt kushtetuta e asaj kohe. Për statusin, kjo kushtetut bën që ky shtet ta njohë parlamentin e shtetit të mas këtij raporti u shpall pavarësia në 17 shkurt. Pra, ky ishte raporti që hapi rrugën për votimin në Parlamentin e Kosovës. Nga viti 2007, 2008 që u paraqit raporti, në të kaluar 2 vjet që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e Hagës, mas kërkesës së Serbisë që të interpretoj shpalljen e pavarësisë, Serbia bëri kërkesë në OKB, në asamblenë në sekretariatin e përgjithshëm të OKB-s. Dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s i kërkoi gjykatës ta analizojë dhe dalë me opinionin e saj
nëse është apo jo në përputhje me drejtën ndërkombëtare. Serbia kishte bindje që nuk është dhe do dilte në favor të saj. Gjykata e përbërë nga shumë juristë ndërkombëtar, analizuan mirë çështjen dhe dolën në opinionin e saj. Shpallja e pavarësisë Kosovës nuk është kundër, por është në përputhje me drejtën ndërkombëtare. Dhe u mbyll kapitulli. Kjo i vuri vulën pavarësisë Kosovës. Tani mas kaq vitesh, ajo kushtetuta atësare i shërbeu asaj kohe. A është koha për ta ripar, a ka nevojë për, ka një gjykatë kushtetuese në Kosovë që ajo duhet ta shqyrtojë, ato janë juristë vjetër, duhet ta shikojnë me kujdes ku duhet, nëse duhet, ku duhet prekur, si duhet prekur, sa duhet prekur. Nuk është as në tagrin tim, as në etikën profesionale time që t'jap mendim për këtë punë, por mas kaq vitesh ndoshta ka ardhur koha që fillojnë ta analizojnë, ta diskutojnë këtë, por nuk e di si do shkojë kjo punë. Ju faleminderit që ishit në studio. Ju faleminderit për këtë analizë të hollësishme nga pikpamja diplomatike, po e trajtuam disi në mënyrë për teleshikuesit për të kuptuar situatën, edhe për të kuptuar se çfarë përbën libri juaj, që është një dëshmi jo vetëm e punës suaj, karrierës suaj, po dëshmi edhe përpjekjeve të shtetit shqiptar për të ndihmuar Kosovën në rrugën e saj të pavarësisë. Është një luftë e heshtur, keni thënë ju që në titull, edhe ashtu pasi diplomacia thuhet thonë me goja të çka kuptojnë ndryshe në aspektin e diplomatëve, por megjithatë është një punë e vazhdueshme e diplomatëve shqiptar, personave si puna juaj që kanë punuar për një periudhë të gjatë edhe me Ministrinë e Jashtme dhe institucionet ndërkombëtare, aty ku nga OKB-ja tek OSBE-ja dhe tek organizatat ndërkombëtare ku luhen edhe fijet e politikës së jashtme. Në këtë mes ju falenderoj për intervistën, natyrisht ju falenderoj edhe për librin. Unë pata disi kohë sa të mund të lexoja brenda një dite nga ky libër, natyrisht scripta manent, thot latini, dhe dokumentat e diplomacisë janë të nevojshme të shfrytzuar jo vetëm sot, por edhe për vite me radhë, ashtu siç keni futur ju dhe një fotografi të Austro-Hungarisë që ndante trojet shqiptare që ishte në periudhën përpara formimit të kombit të shtetit shqiptar. Edhe një herë ju faleminderit për këtë vizitë në studio, për këtë intervistë. Në emër të gjithë teleshikuesve, ne ndajmë me ta edhe dëshirën për të parë këtë libër, për ta lexuar, botuar nga shtëpia botuese prestigjioze Onufri, e cila merret me autor të mëdhenj si Ismail Kadareja, por edhe me vlera kombëtare, në këtë rast edhe libri juaj në fushën e diplomacisë. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument me ambasadorin e mirënjohur Zef Mazi, me cilin trajtuam problemet e diplomacisë shqiptare dhe rolin e saj disi pa njohur në shërbim të çështjes së pavarësisë dhe lirisë së Kosovës. Miru takofshim në emisionet tjera. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë.